Florenc Çapja i akuzuar për porositjen e vrasjes së Sokol Sanxhaktarit, dhëndrit i ish kryebashkiakut të Elbasanit Qazim Sejdini, ka mohuar çdo lidhje me ngjarjen dhe ka kundërshtuar dëshmitë të penduarit të drejtësisë Nuredin Dumani. Në një deklaratë të dhënë përpara trupit gjykues, Çapja i quajti të pabazuar përfshirjen e tij në këtë çështje, duke theksuar se nuk kishte asnjë njohje me Dumanin. Nuredin Dumani nuk e njoh fare, si kam kërkuar asgjë për Sokol Sanxhaktarin. Pse më keni sajuar këtë me Nuredinin, deklaroi 44 vjeçari. Çapja u ekstradua nga Dubai më 2 maj, por ai ka insistuar se ka ardhur vetë në Shqipëri. Nuk më ekstraduan, erdha vetë, isha i lirë në Stamboll dhe mund të ikja në çdo vend, tha ai. Prokuroria speciale ka akuzuar Florenc Çapja në bazë të dëshmive të Nuredin Dumanit dhe Enrik Hoxhait. Dumanin dhe Hoxhaj kanë treguar detaje për një atentat planifikuar kundër Sanxhaktarit, kur Çapja dhe bashkëpunëtorët e tij, Visko Çari, Bledar Muça, i vrarë në Belgjik në fillim të këtij viti, dhe Elio Bitri, ofruan një shpërblim prej 200.000 eurosh. Sipas Dumanit, porosia e vrasjes ishte e lidhur me afrimin e Sanxhaktarit me rivalin e tyre, Suel Çela. Enrik Hoxhaj, nga ana e tij, ka dëshmuar se kishte rënë dakord të kryente ekzekutimin, por atentati nuk u realizua për shkak të vrasjes së vëllezërve Axhia në Durrës gjatë asaj periudhe. Ndërkohë, Sokol Sanxhaktari, shënjestra e këtij atentati, ndodhet aktualisht në burg për një vrasje të kryer me sende të forta ndaj shokut të tij në një lokal në Elbasan.